Brother Radio. Përshëndetje gjithëve, po dëgjoni Big Brother Radio. Unë jam Edea, së bashku me mua është kolegu im i preferuar dhe i vetëm në mikrofon, Edison Hallaçi. Përshëndetje, kënaqësi të dëgjohemi në një moment të tillë mbrëmje, se ne zakonisht jemi pas diteve bashkë duke diskutuar për filmat, por që jam shumë i lumtur sot që do flasim për diçka tjetër, se kemi nevojë të bisedojmë edhe për te kinematografisë. Dhe gjithmonë e marrim dhe e fusim Big Brotherin e lidhim me filmat, serialet që kemi parë, qoftë Big Brotherin, qoftë jetën reale, njerëzit, socializimin, dashurinë e të tjerë. Kësaj radhe më në fund na u dha hapësira që ne të dergjemi dhe të flasim të gjitha gjërat siç duam realisht. Janë zakonisht biseda që ne i bëjmë kur jemi off privatisht, air, privatisht, sot është momenti që të zbrazemi dhe t'i themi të gjitha on air. Mirë, ne jemi në rolin e moderimit dhe opinionistëve sot, nuk mund të themi gjithçka kemi në mendje, nuk e di, diçka që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë te ky Big Brother është se nëse më përpara ti mund ta parashikoje se kush ishte fituesi ose loja ishte shumë ngushtë midis dy konkurrentësh, kësaj radhe ti nuk mund t'ja vendosësh gishtin se kush do të jenë as finalistët deri më tani. Njerëzit po bëjnë parashikime, unë dëgjoj gjithë emisionet e Top Albania Radios dhe shoh që një parashikim që bëhet para dite, 4 finalistët e një opinionisti nuk janë 4 finalistët e një opinionisti tjetër. Dhe kur ka kaluar më shumë se gjysma e kohës së Big Brotherit, pra janë diku tek rreth 2 muaj po them nga fundi, dhe deri në këtë pikë zakonisht nga eksperienca e Big Brotherëve të kaluar, ne kemi patur një ose 2 persona të cilët ishin po themi pretendent për të fituar. Këtë radhë është shumë ndryshe, se shkojmë prapë te kinematografia, po unë mendoj që Big Brother është si ato episodet e The Black Mirror, domethënë çdo episod edhe këtu çdo Prime është ndryshe. Totalisht ndryshe, nga i pari dhe surprizat, por edhe personazhe të tjerë ngrihen, të tjerë bien, domethënë kaq shumë zhvillime në kaq pak ditë nuk kishim parë ndonjëherë në Big Brother-et e kaluar. Po mirë, unë ty sot të kam vënë në karrige të nxehtë. Kështu që po ta bëj e dua një parashikim tëndin. Për ty kush janë 4 finalistët? 4 finalistët. Selin, Miri, Stenaldo, Mateo. Më pëlqen. Jemi aty me parashikimet tona. Po, Rogerti nuk e sheh as pak në këtë listë. E shoh shumë afër, por jo në finale. Ke frikë se do bëj në një proçk drejt fundit? Jo, mendoj që ai do të shkojë deri në fund, kur nuk ka ndodhur gjë deri tani dhe kur nuk është bërë gjë deri tani, dyshoj se ai mund të dalë nga vetja edhe në këto kohë që kanë mbetur. Por mendimi im është që nuk e shoh në finale. Sa? Sepse nuk e meriton tjetë. Ja, deri diku jemi aty. Mirë, ne mezi presim, jemi së bashku sot prej orës 8 deri në 9 dhe pastaj vrapojmë dhe nxitojmë për shpik kështu si minjona të vegjël për të parë Big Brotherin dhe Prime-in e sotshëm. Gjithashtu kemi edhe të nominuarit. Të nominuarit është Artani, Edisa, Egi, Juela dhe Rogerti. Kush mendon se do e lërë sot shtëpinë e Big Brotherit? Po, mendoj që Egi, duke marrë parasysh që është futur shumë vonë dhe është një personazh ndryshe nga Edisa, po e quaj kolegja e saj sepse janë futur shumë vonë dhe në të njëjtën ditë, ajo ka bërë disa situata, disa debate, të cilat po themi e kanë nxjerrë edhe e kanë shpërfaqur më shumë si karakter. Egi ka qenë shumë e mbyllur, domethënë unë s'kam parë ende një klip të saj ku di unë që diskuton për diçka apo ka një debat apo tregon diçka. Ka qenë shumë e fjetur dhe janë disa personazhe si Egi që absolutisht nuk kam asgjë, po i bëj pyetje vetes pse futen. Kur janë kaq ekstrem të qetë. Unë mendoj diçka, mendoj që në rast se ata do kishin hyrë në fillim të lojës, do kishin patur jashtëzakonisht më shumë mundësi për të shpalosur gjitha anët e tyre. Po sigurisht qëndron dhe kjo. Herës ndoshta ti dhe thua s'kam pse hy me shpat në dorë, por në atë pikë të lojës që hyn Edisa, Egi, Nikol, ishte pak vonë për të luajtur rolin e të paqtës, pra ose do marrësh
shpatën në dorë dhe do shkosh të bësh ca incisione të vogla. E di sa nga ana tjetër, doja një mendim për të, a mendon se është strategjia e saj që direkt shkoi dhe atakoi një çift gjatë të dashur dhe të pëlqyer për publikun, apo vërtet mendon se e ka atë mendim për Brikenën edhe do që, siç thot ajo, t'ja gërvisht atë sipërfaqen dhe të nxjerrë Brikenën e vërtet? Në fakt në publik është anatemuar, do ta thoja në këtë mënyrë, Brikena goxha kohët e fundit për një lloj dyshimi se ajo nuk është e vërtet deri në këtë rrugtim që ka patur. Edhe e di sa si gjithë të tjerë. Me figurën, e di sa si gjithë të tjerat e ka vënë re këtë gjë dhe pa dyshim që unë mendoj që e ka bërë këtë skenar që para se të hynte në Big Brother. Dhe në fakt rri, sepse janë edhe dy vajza simpatike, të bukura, kanë prezencë. Unë mendoj që u shkon shumë rivaliteti mes tyre, se nuk shoh një rivalet të Brikenës, po themi, i kanë gjetur tamam rivalin e duhur Brikenës, edhe si personazh edhe si dukje. E hera herës se kuptoj midis njëra tjetrës, sikur edhe debatin e kanë me të qeshur, pra edhe i ngrof edhe i ftof gjërat që thon për njëra tjetrën, se mendoj që po të vinte dikush me ato akuza nuk do më lezetonin, po ndoshta ishte diçka e mirë për ta shkundur dhe pak Brikenën, për ta futur pak më shumë në lojë. I ka bërë shumë mirë dhe unë mendoj që është real, sepse kemi parë që her pas here ka dhe xhelozi mes femrash, se kjo ekziston sigurisht edhe mes të tjerave aty brenda, po sidomos mes këtyre të dyjave, mendoj që kjo është shumë evidente. Ajo ka ngacmuar pak edhe me këtë idenë që unë dua të merrem me Mateon, ka hedhur një kunj, kështu që megjithatë unë mendoj se më shumë është xhelozia mes të dyjave se sa për Mateon. Pra tek pjesa e bukurisë, feminilitetit, nuk e di, pra Brikena do atë vëmendjen të gjithën për vete, nuk duron dot askënd tjetër që ta do të pyes pastaj pas publicitetit a ka xhelozi të tjera në shtëpi, po pas pak. Jemi rikthyer në Big Brother Radio dhe për gjithë ju që po na dëgjoni në valët e Top Albania Radio ose po na shikoni në kanalin numër 10 në Digital, kam një mesazh për ju. Collagen Pro Plus, nëse doni të ndiheni më të lehtë në lëvizje dhe më të sigurt në pamjen tuaj, Collagen Pro Plus i tipit 1 dhe 3 është zgjedhja ideale për kujdes të plot nga brenda dhe jashtë. Ka disa veti kryesore që dua t'i ndaj me ju: ushqen kockat dhe nyjet, hidraton lëkurën, rrit energjinë, rrit elasticitetin e lëkurës, ndalon rënjen e flokëve dhe forcon thonjt. Mos harroni, pas moshës 20 vjeç niveli kolagjenit në trup fillon të ulet natyralisht, prandaj Collagen Pro Plus është i domosdoshëm. Porosit Collagen Pro Plus dhe ndje përmirësimin menjëherë. Ndjem kur lexova këtë 20 vjeç duke qenë 27 vjeç, thash me erdhi mosha që kam nevojë për kolagjen. Duhet mendojmë në të tjerët që kemi te i kaluar të 30-tat. E di, vërtet, nuk e dija. Pak te i kalim. Po mirë, okay. Disa thonë që të 20-tat e reja janë të 30-tat, pastaj disa thonë që të 40-tat janë mosha më e bukur. I shoh me dyshim këta njerëz që i kanë këto ideologji, por jo, nuk po bëj deklarata se është kështu, do bëjnë ndonjë parapas, pastaj kur të jem 40 vjeç të më pyesin edhe them jam më e lumtur se kur tashmë. Varet se si ndihesh nga brenda, nuk ka rëndësi, vitet janë thjesht një numër. Po mirë, flasim për një personazh që ndihet i ri dhe ai është miri. Po ndalojmë aty. Direkt. Po, mendoj që në lojë ndihet i ri, por shikoja sot gjithmonë nga e shtuna në të martë, ndodhin ose jo shumë gjëra ose ndodhin jashtëzakonisht shumë gjëra, por shikoja se çfarë kishte ndodhur nga Prime i kaluar në pritje të këtij Prime, edhe po më pëlqenin shumë letrat që të gjithë kishin shkruar për 8 Marsin, për mamat e tyre, për gratë e tyre. Doja të ndaleshim pak tek një video që është letra që Miri i dedikon bashortes tij, të cilën ne kemi patur edhe në Big Brother Radio. Në libër Rabea. Po të drejtohem sot me 2 fjalë, jo vetëm sepse është 8 Marsi, por sepse ti meriton këto fjalë çdo sekond, çdo minutë. Jeta ime ka ndryshuar 100% në momentin kur jemi njohur bashkë. Dhe po ta them me zë të lartë, të faleminderit që më ke bërë pjesë e jetës tënde. Ndoshta edhe pa më njohur mirë, por i ke besuar dashurisë, instiktit tënd, ndjesisë dhe besimit që ke pasur për mua që në momentin e parë që jemi takuar. Je një grua heroin për faktin që ke pranuar në shumë momente të jesh për artisjan ton, edhe mama edhe baba, që vetëm që unë të isha i lirë dhe të kisha mundësi të ndisha karrierën, pasionin dhe të shfaqja vlerat e mi artistike, pa presionin e lidhjes në distancë dhe domosdoshmërinë për të qenë pranë jush në çdo sekondë, të kësaj jeti që kemi vendosur të jetojmë bashkë. A e di pse të adhuroj? Sepse më ke bërë njeriu më të lumtur në jetë, më ke bërë baba. Baba të artisjas, që është shpirti dhe drita e syve të mi.
motivi pse e dua jetën, e të jetoj, e të mundoha me mish edhe me shpirt për t'ju a bërë jetën sa më të lumtur, që të ndjeni krenar për babain dhe burrin që ti ke ëndërruar. Të dua shumë, miri yt. Ishte e bukur si letër. Për mua, më fal se të ndërpreva, po është Artani që po lexon letrën e vet, që të shofi se mos ngec me në i vend, domethënë Miri ka këtë moment kaq romantik për të shoqën, ai është një sekond se mos a jam mirë unë me letrën time apo. Artani është në rregull se nuk kam çfarë të them. E ka takuar të shoqën e vet. Letra ishte shumë e bukur. Edhe e ndjerë, sepse në fakt u emocionuan të gjithë teksa i shkruanin grave të tyre më të rëndësishme në jetë. Tani kur vim tek Miri, mua një gjë më bën përshtypje që para kësaj epokës së pas Selin, pra derisa ishte me Selin, nuk është se të gjithë ne pam një lloj, si ta quaj, përmendje. Unë nuk e dëgjova një herë të thoshte që më mungon gruaja ime, më ka marrë malli, e përshëndes në dhomë të rrëfimit apo diku tjetër. Pra, vetëm kur pyetej, ai kishte një përgjigje për të dhënë, që unë po e kam gruan time, e dua shumë etj etj. Okej, po nuk ishte shumë i dhënë për ta përshëndetur, për ku di unë, ti thënë diçka, qoftë edhe një mesazh të fshehur në një moment në prime apo diku tjetër që unë të dua shumë, pra mesazhi që unë të dua, ti mos shiko çfarë po ndodh këtu, unë të dua, asnjëherë nuk u pa kjo gjë. Një vëmendje më e shtuar ndaj bashkëshortes së tij erdhi vetëm pasi u nda nga Selin. Mua diçka më ka bërë përshtypje, jemi ndalur shumë tek pjesa e moshës, e faktit që Miri është një burr 45 vjeç, Selina është një vajzë 23 vjeçare, që për mua nuk përbën aq problem sa fakti i këtij burri të qenurit një bashkëshort i dikujt tjetër. Shiko, po nuk do kishte, më fal, nuk do kishte qenë as pak problem nëse Miri nuk do kishte përdorur atë shprehjen e shosi vajzën time. Ai vet e bëri këtë gjyqin popullor, se po të mos i kishte thënë këtë shprehje, askush nuk do ta gjykonte këtë gjë. Mua më pëlqeu diçka në letër ku ish përmendur pak pjesa e lirisë, edhe mendoj që gjithmonë pas një burri artist duhet një grua shumë suportive dhe mendje e hapur, pra është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Ajo ka qenë në studion e Big Brother Radio, një suport fantastik për të. Pra, domethënë mënyra si ajo fliste për të dhe ishte aq mbështetëse për lojën e tij, se do ta kuptoja në disa momente të thonte që po ndoshta jam prekur pak ose jam vënë pak në siklet nga kjo marrëdhënie që po diskutohet e të tjerë, por në çdo moment ajo tha që jam 100% pas burrit tim në gjithçka që ai bën. Është për të bërë përshtypje fakti i mos përmendjes, pra ti mendon që kjo ishte thjesht një taktik për të treguar që unë jam ky burri familjar në këtë moment të lojës? Ai është munduar ta tregojë edhe në momente të tjera, por në këtë pikë të lojës sigurisht ka bërë një kthes, ka filluar t'i japi më shumë rëndësi, domethënë bashkëshortja e tij është bërë temë diskutimi disa herë në shtëpi, edhe në zënkën që pati me Selin, me Arditin, që pse nuk më tregove se ajo ka folur për bashkëshorten time, ndërkohë për një 2 muaj bashkëshortja zëre se nuk ekzistonte fare. Por mua më ka bërë përshtypje edhe diçka tjetër, që as Selin nuk e ka përmendur deri vonë në lojë. Absolutisht, pra ka qenë një gjë e të dyve, që ne si nuk do merremi një lloj marrëveshje e heshtur, që ne nuk do merremi fare me personazhet jashtë, por kemi atë gjën tonë dhe pastaj kur kjo gjë sa hapen mbyll syt, prishet, përfundoi, atëherë shiko se un kam se Selin nga ana e saj i injoroi baban edhe një 30 veta që shkuan t'i japin mesazhin ndau me Mirin, dhe Miri nga ana tjetër po ashtu në thonjë sa injoroi bashkëshorten e tij duke mos i dhënë shumë rëndësi gjatë asaj periudhe, sepse rëndësi kishte marrëdhënia e tij me Selin, në të cilën un dyshoj shumë që ka patur dhe ka ende ndjenja mes tyre. Ti mendon që ka ndjenja romantike? Nuk do pranohen kurrë në këtë tokë. Atë se diskutoj asun. Pra është, ne kemi parë shumë filma, ti e di këtë taktin e dashurisë së fshehtë. Pra ajo do shkojë në varr me ta, e kupton? Ka diçka që është edhe e mirë të flasësh realisht edhe ti thuash sinqerisht mendimet e tua. Mendoj që të gjithë e mendojmë këtë gjë. Pra, mendoj kushdo që ka dy sy në ballë e kupton që aty ka diçka pak më shumë. Në mos nuk është lejuar dhe është ndaluar nga vetë njerëzit për të evoluar në një ndjenjë tjetër. Një nxitmic ekziston. Por atë po themi, pra shkëndijat janë aty se kanë bërë diskutime banorët, jo gjuha e trupit, jo ajo, janë vërtet, janë shikimet, është gjuha e trupit. Një njeri dallohet ekstrem lehtë kur pëlqen dikë, kur ndjehet mirë. Dua të them që
pesha e Selin kur ishte afër Mirit ishte totalisht një gjë tjetër. Ndryshe nga tani që është afër Gimbos, pse më duket si një peshë më e lehtë, kupton? Ishte tamam Selin the Queen, po krah Mirit. Krah Gimbos as vetë se ka përmendur më këtë gjë. E mendon vërtet këtë. Unë këtu kam një qasje pak më ndryshe. Mendoj që Selin është një vajzë jashtëzakonisht shumë e zgjuar. Aq më tepër për moshën që ka. Në rast se unë do kisha patur mundësinë t'i thoja diçka, do ishte që një vajzë kaq e zgjuar sa ti nuk ka nevojë të mbahet në këmbaleca, gjë që varet dhe si të rrjedh loja dhe se si i shikon gjërat rrugës. Po, patjetër. Nuk dua të flas as për ndjesinë që ka për Gimbon, ka njerëz që e pretendojnë si të vërtet. Mua më duket sikur kanë diçka jashtëzakonisht shumë të lezetshme me njëri tjetrin. Gimbo është si ai zgjedhja e duhur që ti merr për dikë që të do ndoshta pak më shumë se ç'e do ti, është një lavz dhe letër shumë i mirë. Shiko, nuk dua s'do të futesh fare aty. Jo, po, sepse do them ndonjë gjë që pra Gimbo më duket sikur është kjo zgjedhja e sigurt që thua ti. Është zgjedhja e sigurt. Pas një lartësi të stuhishme, ti shkon te Gimbo, kupton? Domethënë, nuk e di, kështu më duket mua. E kuptoj. Pra pas një furie që ti pate një lloj vulkani ndjenjesh etj dhe kuptove që në fakt nuk shkon asgjë kundi me këtë gjë, atëherë shkojmë dhe jetojmë qetet lumtur që edhe kjo ka diskutimet me veta, se unë jam pak skeptik nëse marrëdhënia e saj me Gimbon do vijoj jashtë. Kam shumë të vështirë ta konceptoj Selin që do jetë në një marrëdhënie me Gimbon jashtë. Megjithatë janë thjesht mendime, mund të na vërtetojnë krejt kundërt. I flasim ato që mendojmë vërtet në publicitet. Kthyer në Big Brother Radio, un jam me Edi Hallaçin këtu për të folur gjithçka që mundemi për të folur për Big Brotherin deri në 9, se pastaj nuk kemi më mundësi. Mirë, kam dhe diçka për dëgjuesit tan. Max Optica është gjithmonë e para në stil. Zbuloni koleksionin e ri Spring Summer 2026 të syzeve të diellit. Trendet më të fundit nga markat më prestigjioze, aty ku dizajni modern, teknologjia dhe komoditeti bashkohen perfekt. Këtë sezon gjeni modelin që flet për ju. Elegant, sportiv apo bold, zgjedhja është e juaja. Edhe lajmi më i bukur, deri në fund të muajit përfitoni deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femra. Na vizitoni në dyqanet Max Optica dhe porosit lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Faleminderit Max Optica. Edi, e lam të miri Selin, Big Brother i krevatit, trekëndshi Miri Selin, bashkëshortja e Mirit. Nuk e di ma është trekëndësh, se tani me gjitha njerëz që kanë hyrë dhe i kanë dhënë sinjale, Selin është bërë si tipo tetraedri, to be honest. Që nuk duket se e ka marrë shumë parasysh. Kam parë që tani ditët e fundit kanë filluar sërish të debatojnë me njëri tjetrin. Nuk e di nëse i ke parë këto klipet, sepse kishin një periudhë pauze totale që pothuajse nuk flisnin me njëri tjetrin. Ishin shumë në no contact. Eksakt, dhe kam parë që këto orët e fundit kanë filluar që t'i japin hapësirë njëri tjetrit, dhe unë kam një dyshim tek një parashikim i Rogertit që ka bërë para ca ditësh, që tha do vi dita kur Selin dhe Miri do ribashkohen. Megjithëse është e vështirë pak tani për shkak të Gimbos, po dyshoj. Mendoj që ribashkimi i tyre me një bisedë të gjerë të gjatë mund të jetë vetëm post Big Brother, në ndonjë after party ku do munden t'i thonë njëri tjetrit gjithta elementet që nuk ja kanë thënë. Po ajo nuk diskutohet, Po atë nuk do ta kemi në kamerë, ajo është off. Do mbetet mister, nuk do ta marrë vesh kurrë asnjëri se çfarë u tha dhe çfarë u bë. Megjithatë duket se ka shërbyer sido që të jetë loja e tyre që ata të ecin kush më pak e kush më shumë. Nëse do më bëje pyetjen se kush ka përfituar nga kjo marrëdhënie deri më tani më shumë, mendoj që Selin ka përfituar më shumë. Pse e them këtë? Se Miri ishte një personazh disi më publik, pra Selin ishte më pak e njohur. Dhe të marrësh këtë peshë goxha të madhe, duhet thënë, deri në këtë moment të Big Brotherit, nuk është pak. Ndërsa Miri, le të themi që ishte disi më i njohur, pra dhe e kishte edhe më të lehtë të luante edhe me vetë personazhin e tij, si Miri West Side Family. Selini ishte shumë më pak e njohur, dhe sot i gjejmë të barabart, ose në mos Selin diçka më tepër, por edhe sikur të jenë të barabart nga vetë,
gjëja që Selin ka qenë më pak e njohur, do të thotë që i ka marrë më të mirën kësaj gjëje. Ke të drejtë për këtë gjën, për pjesën, aq më tepër për pjesën, jo për unë nuk do e diferencoja dot se kush ngriti kë dhe kush u ngrit më shumë, ama kanë filluar vërtet të flasin dhe me njëri tjetrin, por kanë filluar edhe të flasin tek të tjerë, pra për një farë kohë po e shmangnin adresimin e ish marrëdhënies së tyre tërësisht. Dua të luajmë një video ku është Miri që po ndan me Nikol, po flet pak për Selin. Pra edhe Miri ka filluar në vende të ndryshme flet Selin, në privatësi me shndritin, me Gimbon e adreson më shumë me shndritin se me Gimbon. Kur? Si jam i martuar. Edhe me shaka. Si me ta thon tani ty këtu. Kurse ajo ka thënë, ti je i martuar, çfarë bëjmë që je i martuar? Kupton se si ti interpretohet fjala? Kuptoj çfarë po thua, po. Po jo, unë të akuzohem, gjithkohës, ditërisht. Por në momentin që erdhi situata deri aty mendoj duhet ishte, s'po them se të thash edhe një herë ti bën atë tënde dhe ti e di më mirë se në fund ditës çdo kush tregon veten. Po mund të ishte trajtuar situata ndryshe, që mos vinte situata deri në këtë pikë që ka ardhur. Po s'ka ardhur situata kështu sa e kanë çuar tjerët, nuk e kemi thënë ne. Po ti ke një impakt në atë situatë. Po është interpretim. Se ishte situata jote, jo e botës. Më pëlqen Miri që e trajton sikur po gjejnë se ku është varri Tutankhamunit edhe sepse ti po ta shikosh, ka ndodhur që dhe flet për premtime të mëdha, por sikur ata të dy do të çlironin. S'mund të kesh pritshmëri nga dikush që është konkurrent në lojë. Absolutisht jo, po edhe një gjë që më kujtua tani nga biseda, unë mendoj që momenti kur Miri e dha veten për këtë shkëndijën që kishin mes tyre është në prime-in kur akuzoi Selin se ajo ka ndjenja për të dhe jo Miri për Selin. Në një moment që deri para pak kohësh as nuk diskutohej kjo gjë. Pra nuk e hidhnin fare si tem kur opinionistët dhe të tjerë banor i pyesnin a ka ndjenja mes tyre, ore po kjo temë thoni nuk duhet të diskutohet fare, thoshte Miri. Po se Mirin e traston pak fytyra. Sigurisht, pra. Ky është problemi. Dhe pastaj një ditë bukur thot ti ke qenë ajo që ke patur ndjenja për mua. Jo po ande, jo po këtej. Pra, domethënë që ka ndjenja mes tyre, unë mendoj që kjo është shumë e sigurt. Pastaj se si ndihen tani dhe mendoj që ndihen goxha në një moment të vështirë, se s'ke si ta zgjidhësh të punë tani, duhet ecësh përpara në lojë, po këtej të tradhton emocionet, të tradhton fytyra, të tradhton mimika. Edhe është një gjë shumë e vështirë për Selin, sepse është një peshë shumë e rëndë në momentin sidomos të dasmës, kur e akuzonin që syti kishte te Miri. Më dukej si këto veprat e letërsisë që në atë momentin e dasmës ajo i kishte. Një video në TikTok me The Other Woman, edhe ishte fantastike. Si duhet dihet Gimbot, po gjithsesi, domethënë këta akuza janë vërtet pavarësisht se është lojë, po janë vërtet shumë kështu tamam si në romancat më të mëdha të shekullit të 15. Pra ajo po shkonte në altar dhe syt, ky tjetër kishte vënë syze për të mos parë në domethënë janë shumë interesant dhe e japin veten edhe sikur mos të duan dhe kjo është ajo që të bën Big Brother, se kur kanë kaluar kaq shumë ditë nuk jeta aq thjellët për të menduar çdo gjë, shumë detaje shpëtojnë. Po shikoja të tjera situata sot përgjatë përditshmërisë, është një moment dua të ndalem pak tek Rogerti. Mendoj se Rogerti vërtet është një e keqe e domosdoshme asaj shtëpie. Ka momente që është tërësisht i padurueshëm, i patolerueshëm. Dua t'i nxjerr kështu një karton të kuq tani them. Pusho. Ka dhe momente të tjera që është fani dhe më pëlqen që këto kohë ka filluar po mundohet të krijojë dhe skena për të qeshur më shumë se sa atë trenin llomotitës që të kalon te veshje. Dua të shohim dhe një video të Rogertit. Okej. Që sa po ta kemi do të plejohet në ledin tonë. Duket se e ka zgjedhur këtë mënyrë, sepse ai është një lloj mjeshtri i televizionit, jo sepse ka punuar, por ka parë shumë, po, dhe çfarë ndodh? Ai e di që njerëzit bezdisen deri në një moment me dhunën, me gjithë këtë, dhe tani ndron strategji, do tani humor, edhe ai e di këtë që. Bashortja e tij faktikisht ka thënë se ai ka parë Big Brother Brazil, Big Brother Angli, ka parë shumë Big Brother më përpara për të përgatitur për këtë lojë dhe ka parë Big Brother që kanë qenë shumë më ruthless, më të pa shpirt, edhe e nje ai këtë gjë se her pas here edhe ai jep ndonjë detaj kështu si të pavetdijshëm, që i thot her pas here Ledionit në prime, po jo ne duhet bëjmë ndonjë gjë se këtë javë domethënë ishte super qetësi, ku shesim ne, ku bëjmë ne.
Pra ai e di shumë mirë se çfarë duhet bëhet aty dhe çfarë do publiku. Dhe normalisht që e mendon, mos valli jam bëri tepër duke bërtitur edhe duke u çirr nëpër shtëpi, mos njerëzit duan diçka tjetër, dhe ai teston, shef se ç'a ndodh. Do ishte shumë bukur që njerëzit natyralisht i linim në habitatin e tyre, tamam siç ajo lojë është supozuar që të krijohet. Pra diçka ku ti është një eksperiment social, ku ti i lë këta njerëzit të lirë dhe shikon se si bashkëjetojnë me njëri tjetrin sado të ndryshëm të jenë. E vërteta hidhur është që rrugës ata e shohin të domosdoshme për të krijuar situata dhe ecin me një strategji dhe një laps dhe letër që ndoshta do na dhuronin momente shumë të bukura nëse nuk do t'i kishin këto pikat të cilave po ju përmbahen. Ama edhe me strategjitë e tyre, dhe me momentet e bukura, dhe me budallëqet, si pak a shumë si kjo që do shohim tani, krijojnë momente fani. Ja, këtë Robert unë e kam qef. Domethënë këtu është Roberti tolerueshëm, which I like. Është pak i bipolar ai, domethënë ka momente që e dua, ka momente që them o po çaj tu ba. Është i lezetshëm dhe këtë nuk e mohon njëri, edhe ata vetë. Shikojnë që qeshin mundohen të mbajnë një seriozitet dhe nuk e mbajnë dot. Është fikse keqe e domosdoshme. Për këtë gjë nuk e çti thua. Edhe vetë Rogerti ndonjëherë trat duket sikur është shumë i kontraktuar gjatë gjithë kohës për të bërë lojë dhe unë mendoj që ai nuk është fare kështu personazhi në jetë, ai duket që e bën këtë gjë sepse ndonjëherë kur qesh me shpirt edhe qesh me të gjitha shqisat e fytyrës, gjë që se bën shumë rrallë. Dhe duket sikur është gjatë gjithë kohës me mendjen aty për të krijuar një situatë, pra ai kur e sheh që shtëpia është në qetësi, ai është tjetër personazh jashtë. Unë mendoj që po. Sepse mendoj kur ty goja të nxjerr disa gjëra që shkojnë deri në një pikë të caktuar, kur i kalon ca limite, do thotë ty vërtet ti përmban shpirti këto gjëra që po thua. Shiko, unë mendoj që ndoshta si ta themi, egoja e fortë për ta fituar, po ndoshta edhe nevoja. Pra nuk ka rëndësi financiare, nevoja për ta fituar këtë Big Brother ose për të shkuar sa më larg, bën që ai të te i kaloj disa gjëra. Pra nevoja është më e fortë se vetë personi, mendoj unë. Dhe ai ja bën shpesh herë këtë pyetje vetes që ja vlen ta bëj këtë gjë, po vazhdo dhe ai deri tani ka miratuar çdo gjë që ka bërë vetëm për të shkuar më tej. Sigurisht deri në ca limite, se për shembull fizikisht nuk ka dhënë qoftë edhe një shenjë të vetme që mund të bëjë diçka fizike. Vetëm është sulmuar fizikisht nëse e ke parë, është përplasur në një gjendje shumë të rëndë që erdhi ambulanca. Po ajo patjetër. Po është shumë interesant sepse nuk e di, dua ta bëjmë këtë si në formë diskutimi. Si ka mundësi që një njeri, domethënë kaq i egër, kaq debatues, kaq ofendues, si ka mundësi që është kaq edhe i butë në të njëjtën kohë, kur nuk ka bërë qoftë edhe një, po themi, afrim për të kokë më kokë për të kërcënuar në thonjza, pra me prezencën e tij asnjëherë është vetëm ai që po sepse nuk është agresor fizik, është agresor verbal deri në se ka diçka kur ti e nxjerr gjithë atë mlef me gojë, nuk ka më vend për fiziken pastaj. Po nëse do ishte kaq i keq në thonjza, unë mendoj që do e tregonte këtë gjë. I keq pra në aspektin e lojës e kam gjithmonë. Pra nuk unë mendoj që ai është një njeri i butë, kupton se nuk domethënë gjithmonë është duke rënë vet, gjithmonë ikën, gjithmonë asnjëherë thotë unë kur fizikisht. Kush është diskutim që duhet hapur për Rogertin? A justifikon fundi rrugtimin? Pra, është ajo means edhe end, ti ke një qëllim përfundimtar? Aja vletën të gjithë këto gjëra që e çuan në fund. Pra, prandaj unë thash që nuk e meriton. Nuk e meriton se disa herë me të vërtetë ka shkelur vijën e kuqe. Sa i përket ofendimeve, ndër situatat më të rënda besoj i ka patur me Stenaldon, me Malin, pra kur ka prekur marrëdhëniet familjare, që mendoj që nuk harrohen kaq lehtë. Nuk harrohen dhe
ato gjëra do mbesin në memorien e publikut dhe sa herë që Rogerti të dali në skenë, të jetë një gazetar i mirë, të jetë çfarë të dojë ai, këto gjëra do të jenë bashkë me të gjithmonë. Rogerti është ai komshiu që ke frikë mos ta kaput në një fjalë tek sa zbret shkallësh. Po ka dhe të mirat e tij, nuk mund t'ja hedhim poshtë. Sigurisht ka shumë të mirë. Unë thash është personazh shumë i lezetshëm që ditë bëj Big Brother, pra ditë krijoi situata, shtëpia pa të me të vërtet do të ishte shumë e qetë, edhe nëse nuk do ishte ai, atëherë do të uleshim edhe do të shikonim një Game of Thrones, kështu, domethënë intriga etj, po që do na duheshin vite të tëra derisa të përfundonte Big Brother. Ai i ka të mirat e veta, nuk diskutohet, krijuesi situatave dhe ka një gjë që unë e kam thënë që do ta bëja të përdor informacione nga jashtë, pra që t'i vë me shpatulla pasmori konkurrentët, po jo deri në një pikë sa të kalosh në ofendime jo njerëzore deri diku. Dhe ka dhe diçka që të gjithë njerëzit të paktën me sa kam diskutuar, këto janë mendime të paktën të miqve të mi, kanë thënë që Rogerti thot ato që njerëzit i mendojnë dhe ndoshta po të hynin nuk do kishin ato për t'i thënë. Dhe kjo është e konfirmuar se ka dalë 3-4 herë në një televotim që a doni ta mbani dhe apo doni ta nxirrni dhe ai ka qenë brenda shtëpisë. Është në televotim të përhershëm. E keq që domosdoshme. Po, pra, votat tregojnë që shumë njerëz janë dakord me mendimet e tij, na pëlqen ose s'na pëlqen neve. Mirë, unë dhe Edi do vrapojmë shpejt për të kapur Prime-in e ditës sotme. Të kapim Prime-in ta kapim nga divani i shtëpisë tonë, patjetër. Shumë po e vendosja sigur do ta kapnim vërtet Prime. Po jo, në këtë gjendje kështu si jemi ne të dy sot nuk bëhet fjalë. Jo. Ishte kënaqësi që ishe me mua për 2 sekondat e fundit, nëse jeni në kërkim të apartamentit ideal me standarde të larta ndërtimi dhe kushte fleksibël pagese, Lita Construction është zgjedhja që bën diferencën. Lita Construction ofron apartamente moderne 1+1 dhe 2+1 të konceptuara me kujdes në çdo detaj. Cilësi e lartë në çdo element, materiale premium të përzgjedhura, izolim maksimal termik dhe akustik, dritare cilësore dhe instalime moderne, planimetri funksionale me ndriçim natyral optimal. Apartamentet Lita Construction janë ideale, kanë mundësi fleksibël financimi, financim me bank, pa kolateral ose pagesë me këste direkte pranë kompanisë. Ne e bëjmë procesin më thjesht, më të sigurt dhe më të arritshëm për ju. Zgjidh cilësinë, zgjidh sigurinë, zgjidh të ardhmen me Lita Construction. Unë që jam 27, Edi që është 30, në ka diçka që ëndërrojmë dhe po kërkojmë, është një shtëpi, kështu që ndoshta mund të bëjmë një bashkëbisedim me Lita Construction. Faleminderit që na dëgjuat sonte, së bashku do jemi sërish nesër prej orës 8 deri në 9. Natën e mirë dhe paçi fat.